Qyteti bregdetar i Marës bën çeljen zyrtare të sezonit veror 2026. Rreth 30 aktivitete janë parashikuar të organizohen në 3 ditë në Imar, duke bërë bashk çdo moshë, pushues vendas dhe të huaj. Aktivitete që do të jenë të shumëllojshme, duke nisur nga ato sportive, një rekord Guinness, koncerte festive me motive popullore, muzikë të lehtë dhe për të kulmuar në datën 3 maj me koncertin e madh të dielën në mbrëmje ku është i ftuar Konstantinos Argiros. Aktivitete këto që pritet të përfshin çdo grup mosh dhe për 3 ditë me radhë do të japin gjallëri i Marës dhe fshatrave përreth. Kryebashkiaku i Marës, Vangjel Tavo, flet në lidhje me aktivitetet në çeljen e sezonit veror në Imar. Sipas Tavos, këto evente kanë për qëllim thithjen sa më shumë të turistëve që do të vizitojnë qytetin bregdetar. Tavo thotë se sezoni veror ka nisur në Imar një muaj më parë dhe qyteza ka patur një fluks të lartë të pushuesve vendas dhe të huaj. Sipas kryebashkiakut të Imarës, nga komunikimi me operatorët turistik, janë prenotuar të gjitha domat në Imar deri në muajin nëntor. Vangjel Tavo thekson faktin se investimet publike në qytet dhe në njësitë akomoduese kanë bërë që Imara të marrë një tjetër zhvillim në turizëm. Është viti 2 radhazi që Imara çel sezonin e saj turistik. Është një simbolik në fakt sepse kam theksuar dhe herë tjetër që sezoni turistik në Imar ka filluar rreth një muaj e gjysmë para. Siç e shikoni edhe vetë, Imara është e mbushur me vizitor, vendas dhe të huaj dhe kjo ka rreth një muaj e gjysmë që ka filluar. Sot është dita e parë e aktiviteteve. Ka aktivitete të cilat do të organizohen në det, ka aktivitete që do të organizohen në rër, ka aktivitete që do të organizohen në tokë. Fillon me maratonën e vrapit që pas pak do të vinë këtu në qendër të organizimit të aktiviteteve. Ka aktivitete scuba diving në det, ka aktivitete me peshkatarët, ka një mori aktivitetesh për të kulmuar pastaj çdo darkë me koncerte të këngëtarëve të ndryshëm që edhe këtu kemi zgjedhur një numër të madh këngëtarësh që do performojnë në Imar. Zoti Tavo, ju e prek edhe pak vetë, sezoni ka filluar një muaj e gjysmë më parë të thatë, por si janë pritshmëritë për vijimin? Fakti që filloi një muaj e gjysmë më parë dhe nga kontaktet që kam dhe nga operatorët turistik, nga operatorët akomodues, në fakt hotelerit, edhe nëntori më thonë që është pothuajse i rezervuar në shumicën e hoteleve të Himarës, që ka tregon që do të kemi dhe një zgjatje të sezonit turistik. Vjet me atë sezon që kishim në Himar kanë kaluar rreth 220.000 vizitor. Kështu që si vjet patjetër që pritet diku tek 20-30% më shumë se vitin e kaluar. Edhe një pyetje, investimet e reja që janë kryer në Himar, jo vetëm në infrastrukturë, por jo vetëm në qytet, por edhe në njësitë hoteliere dhe akomoduese, i kanë dhënë një shtys tjetër sezonit turistik? Patjetër investimet, sikur se thatë, në infrastrukturë në radhë parë për të përmirësuar infrastrukturën e gjithë bashkisë së Imarës, për të krijuar lehtësira në aksesimin e resurseve turistike që ka Himara, por edhe investimet e qeverisë për sa i përket 20 kV pra çështjes energjisë elektrike, ujësjellësit Himarës, i cili ka përfunduar dhe është në fazën e testimit të tij, është implanti ujrave të zeza që ka filluar që vjet të funksionojë, pra janë një sër investimesh. Nga ana tjetër, investimet e privatëve në hoteleri jo thjesht do të rrisin kapacitetin akomodues të Himarës, por do të rrisin dhe nivelin, sepse në Himar kohët e fundit janë ndërtuar hotele me 5 hyje, brende të ndryshme ndërkombëtare, çka do të shpresoj shumë shpejt të arrijmë që Himara të kalojë në një nivel tjetër turizmi, në një turizëm elitar, ashtu sikur se është edhe objektivi i qeverisë dhe i bashkisë së Himarës, por ashtu sikur se edhe në fakt e meriton Himara që të jetë një margaritar real në rivjerën shqiptare dhe në gjithë Mesdheun. Bashkia e Imar dhe Policia Bashkiake, si dhe ajo e rendit, kanë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e këtyre aktiviteteve dhe zhvillimin e tyre.